Në vitin 1919, bota po rindërtohej nga rënojat e një lufte që kishte tronditur gjithë njerëzimin. Kombet fshiheshin e krijoheshin me një firmë në letër. Kufijt vizatoheshin me laps në tryezat e fuqive të mëdha. Ndërsa një popull i vogël në Ballkan, shqiptarët rrezikonin të zhdukeshin përfundimisht nga harta. Por në momentin kur gjithçka dukej e humbur, ndodhi diçka e papritur. Një njeri që s'kishte asnjë lidhje me Shqipërinë, një president nga një kontinent tjetër, u ngrit kundër gjithë Evropës dhe tha: "Jo, Shqipëria nuk do të fshihet." Kush ishte ky burr? Se rrezikoi gjithçka për një vend të vogël që shumica as nuk e njihnin, dhe çfarë ndodhi pas vendimit të tij. Nëse kjo histori po ju intrigon qysh në fillim, atëherë shtypni butonin like dhe abonohuni në Histori Epike që të mos humbni asnjë nga këto rrëfime të fuqishme, që i kthejnë të kaluarën tonë në krenari dhe vedije kombëtare. Nuk jemi thjesht një kanal, jemi zëri i historisë që s'u tregua kur mjaftueshëm. Imagjinoni këtë skenë, është viti 1919. Lufta më e përgjakshme që ka parë njerëzimi deri atëherë ka marrë fund. Fuqitë e mëdha janë mbledhur në Paris për të rishkruar kufijtë e botës. Kombet shpërbëhen, territorë ndahen dhe popuj të tërë fshihen nga harta. Mes këtij kaosi një komb i vogël dhe thuajse i harruar, Shqipëria është në prag të zhdukjes. Fuqitë evropiane po bëhen gati të coptojnë e ta ndajnë mes fqinjëve. Por në një moment kritik, në atë çast ku gjithçka dukej e humbur, ngrihet një zë nga përteja Atlantikut, një zë i fuqishëm që ndal rrjedhën e historisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Woodrow Wilson. Pas shpërthimit të luftës së parë botërore më 1914, Shqipëria, ende një shtet i brisht dhe pa institucione të konsoliduara, mbeti pa një qeveri qendrore funksionale. Pavarësia e shpallur në Vlorë më 1912 ishte ende e brisht dhe shumë vende nuk e kishin njohur. Mbreti i caktuar nga fuqitë e mëdha, princi Vid, kishte braktisur vendin pas vetëm disa muajsh qëndrimi, për shkak të kryengritjeve dhe krizës politike. Shqipëria mbeti në mëshirë të fatit. Trupat e huaja hynin dhe dilnin nga territori shqiptar si në oborrin e shtëpisë së tyre. Italian, grek, serb, malazez e francez, të gjithë pretendonin pjesë të tokës shqiptare, duke u mbështetur në interesa strategjike, gjeopolitike dhe arsyetime historike të shpikura. Kur lufta e parë botërore mbaroi në vitin 1918, fuqitë fituese u mblodhën në Paris për të vendosur fatin e botës. Në tryezën e konferencës së paqes u ulën liderët më të fuqishëm të kohës. Georges Clemenceau i Francës, David Lloyd George i Britanisë, Vittorio Orlando i Italisë dhe Woodrow Wilson i Shteteve të Bashkuara, të njohur si Këshilli i Katërve. Shqipëria nuk ishte e ftuar zyrtarisht, ajo nuk konsiderohej si një shtet i mirëfillt dhe fqinjët e saj, Greqia, Serbia, Mali i Zi dhe Italia, kishin bërë marrëveshje sekrete mes tyre për të ndarë tokën shqiptare. Madje edhe vetë disa prej fuqive aleate ishin të gatshme ta pranonin këtë coptim për të shpërblyer aleatët e tyre në luftë. Italia pretendonte jugun dhe Durrësin, Greqia donte gjithë qamërinë e jugut dhe Korçën, Serbia kërkonte Kosovën, por edhe pjesë të Shqipërisë së Veriut dhe Lindjes. Dhe mbi tryezën e Parisit u hodh një hartë që fshinte Shqipërinë nga ekzistenca.
Megjithse nuk u ftuan zyrtarisht, patriotët shqiptar nuk ndenjen duar kryq. Atje shkuan disa delegacione shqiptare me emra të njohur si Turhan Pasha, Esad Pashtoptani, Imzot Luigi Bumçi, Mehdi Frashëri e të tjerë. Për të mbrojtur të drejtën e Shqipërisë për ekzistencë. Ata nuk ishin ushtri, nuk ishin fuqi, por kishin një armë të fuqishme, të vërtetën historike dhe të drejtën për vetëvendosje. Delegacioni shqiptar përballë titanëve të politikës botërore ishte si Davidi përballë Goliatit. Por këta burra me dokumente në duar dhe zë të palëkundur takonin diplomat, përfaqësues të shteteve të tjera, gazetar dhe personalitetet të kohës për të shpëtuar vendin nga coptimi. Në këtë errësirë ku Shqipëria rrezikonte të zhdukej, drita erdhi nga përtej oqeanit. Woodrow Wilson, presidenti idealist amerikan, kishte ardhur në Paris me një vizion të ri për botën, e drejta e kombeve për vetëvendosje. Kjo ishte një nga 14 pikat e fuqishme që ai kishte shpallur për paqen pas luftës. Kur u përball me planet për ndarjen e Shqipërisë, Wilson tha qartë: Shqipëria është një kombë më vete. Ajo nuk mund të ndahet mes fqinjave si plaçkë lufte. Ky qëndrim nuk ishte populist dhe as interesi ndonjë fuqie të madhe. Ishte një akt parimor, një vendim i bazuar në të drejtën e një kombi për të ekzistuar në paqe dhe me dinjitet. Por tani mund të pyesim veten nga erdhi kjo dëshirë e presidentit amerikan për mbrojtjen e një populli të vogël. Përgjigja është nga Fan Noli. Noli ishte klerik, orator dhe diplomati më i pazëvendësueshëm që kishte Shqipëria në atë kohë. Më 4 korrik 1918, ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, Noli u ftua në një pritje zyrtare jo larg Washingtonit, në malin Mount Vernon. Një rast i rrallë ku përfaqësues të kombësive të ndryshme mund të takonin personalitetet të larta amerikane. Atje, Noli u përball për herë të parë me vetë presidentin Woodrow Wilson dhe pa humbur kohë i drejtohet atij me zemër dhe urtësi. Shqiptarët më kanë udhëzuar t'ju kërkoj ta kujtoni Shqipërinë, një vend kaq të varfër, pa miq dhe pa asnjë mbështetje, por ata nuk qajnë për urinë dhe mjerimin, por për humbjen e Shqipërisë. Situata e shqiptarëve është shumë e koklavitur dhe e trazuar. E vetmja shpresë për shqiptarët është Amerika dhe ju, zotri president. Wilson e dëgjoi me vëmendje. Ai nuk ishte politikan i zakonshëm, por një idealist që besonte thellësisht në të drejtën e kombeve për vetëvendosje, një parim që më vonë do të bëhej boshti i 14 pikave të tij për paqen. Më pas, ai i tha Fanolit fjalët që do të gdhendeshin në historinë shqiptare si një premtim hyjnor. Unë do të kem një zë në konferencën e paqes dhe do të përdor këtë zë edhe në emër të Shqipërisë. Kjo nuk ishte vetëm një fjalë hedhur në ajër, ishte premtimi i një presidenti amerikan ndaj një kombi që kërkonte të jetonte, dhe Fanoli i mbushur me emocion dhe shpresë doli nga ai takimi bindur se Shqipëria ende kishte një mundësi të shpëtonte, sepse tani një nga burrat më të fuqishëm të botës e kishte marrë mbi supe çështjen shqiptare. Gjatë konferencës në Paris, Wilson kërcënoi se nëse Shqipëria do të ndahej, SBA nuk do të njihte asnjë traktat paqeje që përfshinte coptimin e saj. Ai ishte i vetmi nga 400 udhëheqëse që mbështeti fuqishëm të drejtën e Shqipërisë. Fal presionit të Shteteve të Bashkuara dhe qëndrimit të pathyeshëm të Wilsonit, ndarja e Shqipërisë u bllokua.
Megjithse vendi nuk u pranua me njëherë si antar I lidhjes së kombeve dhe u la përkohësisht jashtë sistemit ndërkombëtar, ai I shpëtoi fshirjes nga harta. Në vitin 1920, pas lëvizjes së Vlorës dhe daljes së italianëve, Shqipëria u pranua si shtet sovran në lidhjen e kombeve, duke fituar kështu njohjen zyrtare ndërkombëtare. Kjo nuk do të ishte e mundur pa ndihmën vendimtare të Woodrow Wilson. Në shenjë falënderimi për këtë akt historik, shqiptarët I ngritën monumente, I vunë emrin e tij shkollave, rrugëve dhe bulevardeve. Në Tiranë ende sot ekziston bulevardi Woodrow Wilson. Në Vlorë dhe disa qytete të tjera, portretet e tij janë ruajtur si shenjë respekti për presidentin që nuk kishte asnjë interes personal, por vetëm idealin për drejtësi. Në arkivat amerikane, letrat e delegacionit shqiptar dhe takimet me përfaqësues në SBA tregojnë se si një komb I vogël gjeti një mik të madh në një moment kyç të historisë. Sot, më shumë se një shekull pas atyre ditëve dramatike, Shqipëria ekziston si një shtet fal shumë sakrificave, por edhe fal një njeriu që e dëgjoi zërin e së drejtës mes korrit të interesave të mëdha. Woodrow Wilson nuk ishte shqiptar, por ai u bë një nga figurat më të dashura për kombin ton. Ai nuk foli shqip, por e kuptoi drejtësinë e çështjes shqiptare. Ai nuk jetoi në trojet tona, por ndihmoi që ato të mos zhdukeshin. Prandaj, sa herë që ecni në rrugën që mban emrin e tij, apo lexoni për atë periudhë të errët, kujtoni se drejtësia nuk matet me fuqi, por me guximin për të thënë të vërtetën. Nëse kjo video ju bëri të ndiheni krenar për historinë tonë, mos harroni të dhuroni një pëlqim, të abonoheni në kanalin tonë dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Na shkruani në komente, a mendoni se Shqipëria do të ekzistonte sot nëse Wilson nuk do të kishte ndërhyrë? Dhe deri në videon tjetër, ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.